Përshëndetje shikues të nderuar të Info-ds, mirë se veni edhe sonte në këtë emision të fundit për këtë javë. Televizioni DTV Media ka siguruar një video ekskluzive në të cilin është një takim i ish-kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiru, që kishte pasur në vitin 2020 me KFOR-in italian, kur ata kishin shkuar me një ide ose iniciativë për blokimin e urës Ibrit, pra në Mitrovicën, që lidh Mitrovicën e Jugut me Mitrovicën e Veriut. Bahtiri, si shihet në video, kishte shkuar në takim më vonë, më që takimi i KFOR-it italian ishte me nënkryetarin e atëhershëm, që ishte në kohën e Agim Bahtirit, dhe shihet se Bahtiri kishte ndërprer një takim të vetin që kishte pasur, po në të njëjtën kohë, pasi që e kishte marrë vesh për këtë iniciativë dhe këtë ide të KFOR-it italian, si shihet në videon të siguruar nga televizioni DTV Media, Bahtiri kishte kundërshtuar ashpër iniciativën e KFOR-it, që duket se kishte për qëllim bllokimin e urës së Ibrit, për çka ndryshe edhe ishin marrë vesh edhe në negociatat e Brukselit asaj kohe. Bahtiri aty u thot atyre qartë se kjo nuk do të ndodhë kur në jetë shumë shkurt, nuk do të jeni as ju aty, por të jetë ura e lirë, pikë. Për këtë s'dua diskutim hiç, u kishte thënë Bahtiri përfaqësuesve të KFOR-it italian, por për të kuptuar më shumë rreth kësaj dhe rreth këtij takimi dhe asaj që ishte diskutuar aty, ta ndjekim videon në vazhdim, e cila është e paedituar dhe komplet se çfarë ka ndodhur aty, pra sepse Bahtiri e kishte ndërprer takimin më një herë dhe nuk e kishte zgjatur më shumë se rreth 4 minutave. Ta ndjekim videon dhe do të kthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar emisionin me tjetër temë dhe të tjerë të ftuar. Policia, sicurezza. Che non condotto. Questo non sono d'accordo di fatto. Niente, assolutamente. Non perdiamo tempo. Io con 1% sconderemo. Questa proposta anche a Bruxelles non ho accettato. Shumë shkurt nuk do të jetë në asjote, po do të jetë qyteti ura e mirë. Pikë. Per to non voglio neanche discutere su questo, il ponte sarà libero e non sarete neanche voi. Nuk do të ndjeni gjallë për pikë. Non può toccare nessuno. Shumë shkurt keni me dorë për aty. Ura do të bëhen lirë për cilësinë qytetar edhe për ato mjete. Voi dovete andare di là e il ponte deve essere libero per tutti e due. E kom po të pa mundrën që të stabilizoj statun edhe të krijoj kushtet për lëvizje të lira. Io ho fatto per essere libero. Mi dispiace che avete preso questa iniziativa. Mi dispiace veramente. Abbiamo avuto i rapporti buoni con voi, però con me non. Allora, innanzitutto spiega al sindaco che non abbiamo preso nessuna iniziativa, stiamo proponendo una soluzione. Nuk kemi marrë iniciativë. No. Unë kam pas raporte të Kjo është però questo è edhe to nuk do të lejë kur një veramente male per me e questo non accetterò. Nella morda di Bruxelles avevo scritto siamo messi d'accordo a Bruxelles e non voglio più parlare. Ju faleminderit për bashkëpunimin që kemi pas, edhe për shëndimat që për më na edhe mirë faleminderit që ajo Koxheq, po për këtë temë kur më nuk du me diskutuar. Vi ringrazio per la collaborazione, per l'aiuto che avete proposto, se si fa, ma per questo non voglio parlare. Asnjë shans nuk ekziston, as ka me ekzistuar. Non esiste që dikush pa bllokon urën, e cila e din se secili njeri këtu, urat i din dhe të kanë të një ura se janë urë lidhëse për qytetarë, po për automjetet që shërbet qytetarëve. E jo për blokada.
che tutti lo sanno che un ponte serve per riunire e non per separare, per bloccare. Faleminderit që më nxjerrët të takimin mbarë. Grazie che siete venuti alla riunione. Grazie. Shikues nderuar, jemi kthyer sërish në studio këtu në DTV Media në Infod dhe tani është koha për lajmet e ditës para se të shkojmë me bisedën në studio lidhur me arsimin edhe me shëndetësinë, që do të flasim me dy kandidatët për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës. Por së pari ju ftoj të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mirëpritur largimin e 50% të masave ndëshkuese ndaj Kosovës si dhe paralajmërimin se në janar do të hiqen në tërësi. Ai në mbledhjen e qeverisë në detyrë tha se masat ishin të padrejta që në ditën e parë. Kurti nga objekti qeveritar akuzoi edhe partitë e ish opozitës që sipas tij nuk miratuan planin e rritjes së Bashkimit Evropian dhe marrëveshjet me Bankën Botërore para shpërndarjes së legjislaturës së kaluar. Madje ai tha se Kosova masat më të mëdha financiare nuk i ka vuajtur nga Bashkimi Evropian, por nga ish opozita parlamentare. Ne e mirëpresim vendimin e Bashkimit Evropian për të hequr masat që ishin vendosur Kosovës. Ato ishin të padrejta që në ditën e parë, sepse së pari institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë dhe së dyti sepse deskalimi i situatës ishte pikërisht merit e institucioneve të Republikës së Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar ligjin për politikën e mbrojtjes për gati $1 trilion, pavarësisht dispozitave të futura nga Kongresi që ofrojnë ndihmë të re për Ukrainën dhe frenojnë aftësinë e tij për të ulur përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbrojtjen e Evropës. Akti autorizimi të mbrojtjes kombëtare 2026 autorizon një rekord prej $901 miliard për shpenzime ushtarake vjetore, $8 miliard më shumë se sa kërkoi Trump. Në të përfshihet edhe Kosova. Dokumenti thekson rëndësinë strategjike të Kosovës si pjesë e Ballkanit Perëndimor dhe riafirmon angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paqe, stabilitet, demokraci dhe zhvillim ekonomik në rajon. Kosova përmendet si një nga 6 shtetet kyçe të Ballkanit Perëndimor. Paqja e vazhdueshme, stabiliteti dhe prosperiteti në Ballkanin Perëndimor është direkt i lidhur me mundësinë për përparim demokratik dhe ekonomik që ofrohen qytetarëve të këtyre 6 shteteve, thuhet në dokument. Ministri në detyrë i administrimit dhe pushteti lokal Elbert Krasniqi ka thënë se dalja e 4 komunave veriore nga Asociacioni i Komunave të Kosovës u përcoll me shkelje procedurale. Ai tha se kryetarit kanë propozuar në mënyrë të kundërligjshme pika shtesë për rendin e ditës gjatë mbledhjeve të kuvendit. Kjo praktik bie ndesh me ligjin për veçqeverisjen lokale, i cili përcakton se vetëm anëtarët e kuvendit kanë të drejtë të kërkojnë shtimin e pikave në rendin e ditës gjatë seancës. Në asnjë dispozit ligjore nuk mund të parashihet e drejta e kryetarit të komunës për të propozuar pika shtesë për rendin e ditës gjatë mbledhjes së kuvendit, ka thënë Krasniqi. Kuvendi i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës të premte ka mbajtur zgjedhje të rregullta për zgjedhjen e kryesisë së Akademisë. Në një njoftim për media bëhet e ditur se kryetare është zgjedhur Justina Shiroka Pula, nën kryetar Feyzullah Krasniqi dhe sekretar shkencor Bart Rukova. Kjo është hera e parë që në krye të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës është zgjedhur një grua. Monitorimi i reagimit institucional ndaj dhunës me bazë gjinore në Kosovë që nga viti 2021 deri në vitin 2024, i cili evidenton përparime ligjore, por edhe probleme të theksuara në zbatim. Sipas raportit, vetëm 54% e strategjisë kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave është zbatuar plotësisht, ndërsa institucionet shpesh hasin mungesë trajnimesh, stafi dhe koordinimi. Si vidat kryesore mbetet zbatimi, i cili është prezent edhe në këtë fushë, si zakonisht edhe në fushat të tjera. Dhe përgjigjja institucionale vazhdon të jetë fragmentuar, veçanërisht në nivelin lokal, ku së pari mungojnë burimet, kapacitetet profesionale dhe koordinimi efektiv,
Në këtë realitet, organizatat e shoqërisë civile janë shtyllë e reagimit ndaj dhunës në bazë gjinore. Ato shumë shpesh janë kontakt i parë për të mbijetuarat, duke ofruar mbështetje emergjente, këshillim psikosocial, ndihmë juridike, strehim të rintegrim, si dhe duke ndërtuar besim mes komuniteteve dhe institucioneve. Dua ta theksoj në këtë rast dhe në mënyrë të veçantë se rjeti i grave të Kosovës ka pasur dhe vazhdon të ketë këtu një rol kyç. Që nga viti 2008, rjeti ka monitoruar sistematikisht zbatimin e ligjeve dhe politikave, duke ofruar analiza të bazuara në evidencë dhe ka avokuar pa ndërprerje për harmonizimin e kornizës ligjore me standarde ndërkombëtare. Kontributi i rjetit ka qenë vendimtar në identifikimin e boshllëqeve, rritjen e llogaridhënies dhe formësimin e reformave në këtë fushë. Shqipës ndëruar, jemi kthyer sërish në studio pas këtij bloku të lajmeve të ditës dhe tani jam në studio këtu me Drita Kadriun nga PDK-ja dhe Bernard Tahir Begolli po ashtu nga PDK-ja. Mirë se erdhët ndëruar. Mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Pra, si që paralajmëruar ndëruar shikues, do të flasim lidhur me planin e PDK-s për shëndetësinë dhe për arsimin, pra me dy profesionistë të fushave, të këtyre dy fushave, të cilat edhe do të na shpjegojnë këtë plan pra të Partisë Demokratike e Kosovës lidhur me shëndetësinë dhe arsimin që kanë paraparë pra për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Zonja Kadriu, do të filloj me ju. Si ka qenë arsimi në këto vitet e fundit? Ka pas kritikat jashtëzakonshme gjithmonë që nuk po i kushtohet rëndësi. Ju vini nga fusha e arsimit, keni udhëheq edhe me drejtorinë të arsimit në Mitrovicë, por edhe keni qenë deputete ku jeni angazhu në sektorin e arsimit. Si ka qenë ky dhe pastaj do të flasim edhe me planin e PDK-s lidhur me këtë sektor. Faleminderit shumë për ftesën, po ne mund të themi lirisht që sektori i arsimit këto vitet e fundit, 5-6 vitet e fundit, ose sa herë që po bëj një përmbledhje kështu të zhvillimeve të arsimit në Kosovë prej vitit 1999, po e vreje dhe janë të argumentuara gjëra që gati nga viti 2015 nuk ka ndonjë ndryshim ose nuk janë zhvillu më tutje kornizat politike të cilat korniza kishin me e ndryshu edhe me avancu sistemin e arsimit Kosovë. Deri në këto vitet e fundit, kornizat kryesore ligjore të arsimit janë rregullu në mandatet ndryshme të qeverive të ndryshme. Është bë barazvlerësimi i sistemit 5+4+3 si pas sistemit Bolonjes, e që ka qenë një vendim shumë i mirë edhe shumë i qëlluar për shkak se mobilitetet të cilat i bëjnë të rinjet, diplomat e tyre janë të barazvlefshme kudo në për Evropë, ndërsa për kompetencë shtetet e masin edhe i udhëzojnë të rritë që të mësojnë më shumë, të argumentojnë kompetencën e asaj diplome. Tjetër është hartu korniza e kurrikulës në vitin 2012, e cila e ka orientu sistemin e arsimit para universitar me një rishikim në orientimin e kurrikulës së Kosovës mbështetur në kompetenca që duhet me imri nxënësit. Gjithashtu të arsimi i lartë janë bërë një mori ndryshimesh, sidomos të orientimi i programeve studimore sipas nevojave dhe kërkesave të tregut. Po këto vitet e fundit nuk kemi ne zhvillim. Mua më pëlqen të përdori fjalën zhvillim të arsimit në krahasim me fjalën reform, sepse kornizat e përgjithshme vërtet janë realizu që nga vitin 99 e tutje. Pse kemi, zonja Kadriu, një sistem arsimor, themi të dobet, kemi PISA, kemi, do më thonë, që dalin student në zënës të cilët nuk jënë, nëse mund të quajmë shumica, po themi për tyme, të aftë për punën që për, do në praktikë. Pse kemi këtë? Pse në testin PISA ju e dini, po dalim gotit e fundit. Sigurisht, plotësisht shpajtohem, sepse testi PISA spontanisht nuk ndran. Nëse nuk hartohen politika për ngritjen e rezultateve të testit PISA, edhe nëse nuk zbatohen ato politika, ato spontanisht nuk mund të ndrohen.
Do me thonë, Ministria e Arsimit nuk i ka zhvillu aktivitetet të cilat mund të avancojnë rezultatet e testit PISA. Po them, nuk ndërën situata vetvetio. Mësimdhënësit ne mundemi me gjyku sa të domë, po ata nuk janë fajtor. Duhet shteti me i ofru programe trajnime edhe zhvillimi profesional që sjellim mësimdhënësin në qendër, karshi nevojave që i kanë fëmija sot në klasë. Nuk mundesh me çu një trajnim për mësimdhënës që nuk lidhet me metodologjit mësimdhënjes, me zhvillim të mendimit kritik tek nxënësit, po mësimdhënësit duhet me mësu vetë ato. Sot janë mundësi të mëdha që mësimdhënësit të analizojnë, të lexojnë përmes rrjeteve të internetit, po mos harroni se të rriturit më mirë mësojnë kur janë në grupe, mësojnë prej njëri tjetrit, edhe është shumë e natyrshme, sepse andragogjia si shkencë e të mësuarit nga të rriturit është shkencë e vjetër. Prandaj ne duhet t'u ofrojmë mësuesve, mësimdhënësve në të gjitha nivelet, pa dallim, mundësi zhvillimit profesional, sjellje të mësimdhënësit në qendër që ata me punën e tyre ta sjellin nxënësin në qendër. Mos të bëhen veprime veç sa për të shënuar që po bëhet diçka, ose trajnime veç sa për të plotësuar kërkesat e ndonjë organizate. Ka nevojë, po nevojat më të mëdha janë nevojat e trajnimit mësimdhënësve në fushat e metodologjisë mësimdhënjes. S'ka ndodhur këto vite të fundit? Po janë shumë të pakta dhe nuk mund të 35-6.000 mësues sa janë, nuk mund të themi se janë përfshi në trajnime të vazhdueshme profesionale. Nuk mund të ketë shkëputje trajnimi, duhet lidhet me procesin e licencimit. Ministria disa heri rimer të njëjta dokumente që janë punu, ndoshta këto 10 vitet e fundit i rimer dhe i qetë në opinion publik, sikur që bëm një ndryshim të licencimit mësimdhënësve, po në esencë, në substancë, nuk ka ndonjë ndryshim, sepse nuk ke çfarë të ndryshosh më shumë. Duhet të përpiqemi maksimalisht në zbatimin e atyre politikave, në organizimin e rrjeteve të mësimdhënësve që e zhvillojnë cilësinë e mësimdhënjes, që sjellin nxënësin në qendër përmes aktiviteteve ndryshme. Në Mitrovicë, çdo aktivitet ekstrakurikular që kemi pasur 4 vitet e fundit, secili ka qenë i lidhur me të gjithë përmbajtjen akademike që e zhvillojnë mësimdhënësit në shkollë. Njërën për përmendi, çdo përvjetor të pavarësisë e kemi pas motën shteti ime, ardhmja ime. Kemi biseduar dhe kemi organizuar aktivitete për karrierën e nxënësve. Ka qenë mirë se ardhur kjo, është, si më thonë, është pëlqyer dhe ka qenë kanë gjallë. Po, interesim? Po. Ose kemi pas, çdo vit kemi organizuar festivalin e teknologjisë ku janë përfshi të gjitha shkollat, të gjithë nxënësit, duke fillu nga shkolla, duke kriju ekipe në nivel shkolle edhe mandej në nivel komune kemi organizu. Nuk mundet ministria me kriju trupa ansor edhe me delegu detyrat e kompetencat e veta e me thonë jo unë s'kam faj kauda ekonomike, ka kjo tjetri, ka i tjetri. Kompetencat ministria duhet me i majtë përgjegjësit edhe me i zhvillu e me i realizu. Për shembull të mësimi dual, të shkollat profesionale, është vështërsi me zhvillu mësimin dual, sepse shteti e kemi pa vitet e fundit ndonë mjetë e mjaft, po nuk i ka të organizuara në vend që ti ndoj këto mjete për nxënës që janë praktika profesionale, sepse në edhim, bizneset nuk munden me i pagu nxënësit. Si pas ligjit, vitin e parë kam 50% praktik, një bursë. Vitin e dytë, 75% praktik, vitin e tretë, kanë më shumë ditë praktike, me ju nda bursa, me i letu bizneset, po edhe me i motivu nxënës me studiu. 54% nxënësve janë shkollat profesionale. Do me thonë, nëse unë do të jem deputete në Kuvendin e Kosovës, edhe besoj që do të jem, do të krijojmë mundësi që kornizat politike të orientohen ka zhvillime. Mos ta mendojmë na reformën
si reformë të vazhdueshme, ndërsa... Që mbetet vetëm në letër. Po, para se të të plani ju, ta shtolim bashkë, ja banim një skanim kështu pak a shumë gjendjes së arsimit, do të ndalim pak tek çështja e shëndetësisë, edhe pastaj do të kthehemi tek planet e PD-s edhe t'juja si deputete që nëse zgjidhin në Kuvendin e Kosovës që do të çoni përpara sigurisht. Zyrtar Begulli, po më tregoni nuk nalen edhe kritikat për shëndetësinë. Si ka qenë shëndetësia, si është menaxhuar me shëndetësinë në këto vitet e fundit, edhe ku çalon shëndetësia në Kosovë. Pse gjithmonë kritikat janë në shëndetësi që nuk po përparan fare, ta themi kështu. I shohim do renovime që bëhen shpesh, bëhen objekte të mira, por prap ankesa nga më elementarët. Po, shëndetësia aktualisht është në sfida të ndryshme, është tu përballë me sfida të ndryshme edhe nuk po mundet me dalë pe atij ciklit vicioz që po e sfidon qytetarin, familjen, punëtorin shëndetësor, vetë organizatat shëndetësore, nuk po mundet me dalë në një shëndetësi bashkëkohore të zhvilluar që i plotëson nevojat e secilit qytetar të vendit. Ju sheni për ditë lajmet i jepni si gazetar vetë ju, që po mungon ky preparat, po mungon ai preparat, u ndalen këto shërbime, s'po vazhdon ajo raportime që po ikun mjekët, ky qytetar doli pa kënaqur për kësaj, këtu e mor shërbimin, atje nuk e mor e të tjera. Shëndetësia nuk po funksionon si sistem. Pse? Nuk po funksionon në 3 nivelet e ndara, nuk ka komunikim mes politikë bërjes dhe menaxhimit të institucioneve shëndetësore, nuk ka komunikim mes organizatave shëndetësore, më thonë sistemi dytësor, tretësor, nuk është të komunikuar mjaftueshëm, furnizimi është i dobët, po është i pamjaftueshëm dhe jo mirë i planifikuar dhe e që për nevoja të vazhdueshme hapen tendera ad hoc të cilat mundohen me mbulu për 1 muaj, për 2 muaj, të cilat nuk i plotësojnë nevojat vjetore të cilat i kanë qytetarët e vendit. Tishe për ditë qytetarë që dalin jashtë me kërku shërbime shëndetësore nuk rrinë në Kosovë. Edhe kjo nuk është tuna përcjell vish këto muajt e fundit, po në 4-5 vitet e fundit është bërë evidente që secili qytetar që ka një gjendje shëndetësore pak më të rënduar, shikon për me shku në një institucion tjetër dhe nuk i beson institucionet tona shëndetësore. Kjo është një krizë e thellë. Qytetari mos mi besu institucionet të veta, atëherë shteti nuk është të bëjë punën e vet. Kush po e bën pa besueshëm sistemin shëndetësor? Nuk është të jep ajo shërbimi i cili e obligon Ministrinë e Shëndetësisë si dikaster, si sektor, me organizu tërë sistemin që qytetarët me pas edhe shërbime parandaluese, edhe shërbime diagnostikuese, edhe terapeutike në vend. Çka po e bën, më thonë, nuk ka pas një vizion qysh me udhëheq me shëndetësinë. Më thonë, nëse ishe ato që i përmende, renovimet, fasadat kushtimisht, sepse të njëjtat ishe pas 2-3 vite me njëherë që do të më shku në një renovim tjetër, apo do të me thy një mur, do të me hap një koridor tjetër, një pajisje që është inauguru, ka fillu me punu, sot, në bas 2-3 muje, eshe që nuk po funksionon, listat e pritjes, nuk ka mirëmbajtje, diçka po prishet, edhe nuk po ka mirëmbajtje që me vazhdu shërbimet. E njona prej atyne vetive elementare në sistemin shëndetësor është vazhdimësia e shërbimeve. Jo mund ndërprej ato sot, nesër mos me pas. Pra, nëse investojnë, do të me investu meqëm, do të me investu me plan, me prioritetet të cilat janë në bazë të nevojave të qytetarëve, me kapacitetet që janë në shëndetësi. Normal, këto do të më rrit, do të me urrit financimin për shëndetësinë, do të me shku me plan, me prioritet, edhe me mbulu të gjitha nevojat e qytetarëve. Pra, mos me pas na qytetarë që ikin prej Kosovës për me marrë shërbime, po me ardhe dhe prej rajonit, me ardhe dhe prej Evropës me kry shërbime të na, e këto shërbime me konë cilësore. Mos me dalë as një pacient i pakënaqur prej institucionit shëndetësor, i cili duhet me pas një standard të shërbimit. Pse një qytetar ku shkon në një qytet me pas cilësi tjetër shërbimit, e në një qytet cilësi tjetër? Pse me pas aq fluks të madh të transfereve prej një nivelit kujdesit në kujdesin terciar? Këto janë mos planifikim dhe mos organizim i mirë i shërbimeve shëndetësore, normal të jetë kush është përgjegjës, kush nuk i ka organizuar dhe kush i kalon pas dore shëndetësinë dhe qytetar për gjithë këto vite, adresën e dini. Po thani që qeveria nuk i ka pas prioritet shëndetësinë? Sigur të kishim prioritet, na nuk bisedonin tash për këto sfida që janë, kishim e folë për një vizion tjetër, po kemi me shpalos vizionin e kandidatit për kryeministër, zoti Bedri Hamsës, për shëndetësinë, ku na qytetarëve edhe ju siguroj mirëqenie, edhe e ndalim varfërimin e qytetarëve dhe familjeve për shkaqe shëndetësore. Më thonë, familjet në Kosovë
pjesa dërmuese shpenzojnë mbi 10% të buxhetit familjar mujor për shëndetësi. Thonë se s'ka mbrojtje financiare të familjeve me receta, me sigurime shëndetësore, e këto po e bojnë të pa përballueshëm gjendje shëndetësore edhe nevojat që i kanë ato. Po, do të flasim edhe do të shpalosim gjitha ato që i keni për shëndetësinë si parti, por edhe për shëndetësi edhe për çështje tjera, sepse shëndetësia është e gjanë, po do të mundohem që të rrumbullaksojmë. Zënia Kadriu, cili është plani i Partisë Demokratike të Kosovës nëse përmbledhim ta zëm në 3 pika, 5 pika kryesore, domethënë për arsimin, që ta qesim në një stad tjetër arsimin, tjetë i konkurueshëm me vendet tjera, në mos me larg të rajonit edhe të Evropës. Po sigurisht programi kryeministrit të ardhshëm, zotit Bedri Homza, për arsimin i ka 3 kapituj kryesor, investimin dhe zhvillimin e edukimit hershëm, arsimin para universitar, si dhe investimet që duhet bëhen në arsimin e lartë. Këta 3 zinxhirë nuk mund të zhvillohen shkëputur njëra nga tjetra, por si program zgjedhor ne kemi afru lidhshmërinë mes 3 niveleve të arsimit dhe investimeve që do të bëhen. E para është duhet të mbyllet investimin në ndërtimin e qerdheve për shkak të ngritjes së numrit të përfshirjes së fëmijëve në përkopshte. Ka ide të ndryshme, po qëndrimi i fëmijëve në kopsht e socializon edhe krijon mundësi më të mëdha që ai ti arrin aftësitë edhe kompetencat akademike qysh në moshën e hershme të edukimit. Pra duhet të mbyllet investimi në infrastrukturë, përkundër që janë lajmëru për këtë 5-6 vite, 180 qerdhe nuk janë ndërtu. Aq një në Mitrovic ka mbetë në gjysmë tash e 4 vjet. Kemi ofru hapësirën, tokën, sipërfaqen, po nuk është ndërtu. Tjetër është përkraja e familjeve, që ne praktikisht e kemi bërë në Mitrovic, po duhet të zhvillohet në nivel Kosove përkraja e familjeve me standarde më të ulta jetese në përfshirjen e fëmijëve në edukimin e hershëm. Te arsimi para universitar, ose siç njihet klasa 1 deri në përfundimin e shkollës mesme, gjithashtu duhet mbyllet infrastruktura shkollore, po duhet lidhet shumë me aspektin e mirëmbajtjes së hapësirave shkollore. Jo të gjitha shkollat të cilat ka nevojë për mirëmbajtje mund ta realizojnë atë për shkak të mungesës së një koncepti të mirëmbajtjes së objekteve. Ka pas shkollë që kemi hyrë me çadër korridoreve të shkollës për shkak të rrjedhjes së ujit, shiut nga kulmet e tyre. Ne duhet të fokusohemi në mbylljen e investimeve në ndërtimin e objekteve të reja. Në Mitrovic kemi nevojë të ndërtojmë shkollën Abdullah Shabani, për shembull. Po gjithandej Kosovës ka shkolla të cilat kanë nevojë të ndërtohen prej zero. Këto mandate qeverise. Po sidomos nëpër qendra të mëdha, domethënë nëpër qytete, sepse ju e dini që po ka një zhvendosje të madhe në qytete dhe po e kërkon. Shumë e vërtet. Kemi bu 4-5 herë kërkesa në Ministritë të Arsimit që ta përfshin në investime kapitale shkollën Abdullah Shabani, po nuk është realizu. Pra duhet mbyllet ky cikël e të fokusohemi në mirëmbajtjen e objekteve shkollore. Ka modalitete edhe ka mundësi. Nuk mund të pret shkolla për një investim të vogël, procedura që vërtet shkollën si menaxhem më i emët e lodh. Duhet të investohet shumë të arsimi profesional. Si që thash, 54% të nxënësve janë në arsimin profesional në shkollat e mesme. Ne duhet të ndërtojmë sakta konceptet, cilat biznese mund t'i përkrahin nxënëse dhe çka bën shteti për çato biznese që i marrin nxënës në praktikat profesionale. Nuk kemi tjetër derë. Pra, nuk është në pyetje ndarja e buxhetit sikur për çështje sociale, po ndarja argumentuar e buxheteve për nxënës që janë në shkollat profesionale. Digitalizimi, shumë po flitet për digitalizimin. Ne duhet vendosim platforma nivel shteti për menaxhimin e të dhënave në sistemin e arsimit. Ekziston SMIA, po nuk është e mjaftueshme
që tregus të cilat përfshihen në SMIA nuk janë sot mjaftueshme. Ajo platformë duhet të shtohet, të rritet dhe të krijojë mundësi të menaxhimit që nga niveli i klasës, të kenë qasje prindërit në platformë, pastaj komuna, pastaj ministria. Nuk ka kuptim që mësimdhënësit e shkollat ta përdorin platformën e Facebookut, të rrjeteve sociale, edhe t'i promovojnë nxënëste, sepse duhet të ruhet privatësia e fëmijëve sa më shumë që mundemi. Të përkrohen organizatat që krijojnë materiale digjitale, kanë fillu sektori privat përgadit, po ne duhet me qenë më dinamik në këtë drejtim, sepse çka është sot e rëndësishme për teknologjinë dhe arsimin nesër kalon. Ndërsa ndërmarrjet organizatat private të ri që janë 20 vjeçar, unë nuk kam mujtë me regrutu një ekspert kodimit për shkak se ai s'ka fakultet, ndërsa procedurat e regrutimit e kërkojnë që hapi i parë me qenë me fakultet. Njerëz që njohin kodimin janë njerëz të kurseve dinamike. Që do me thonë duhet... Dhe ju domosdoshmërisht kanë nivel të lartë të shkollimit, kuptimin e fakulteteve. Po, nëse ne kemi nevojë për një kodist me ju tregu mësimdhënësve, ne duhet me pas mundësi me pas në shkollë personin e profilit, e profesionit saktum. Pastaj orientimi në karrierë. Është koha e fundit që të mësojmë nxënës në transferimin e dijeve, aftësive edhe shkallësive. Nuk është arsimi diçka e paprekshme. Secili prind, secili njeri në shoqërinë tonë është i lidhur drejt për arsimin. Përderisa ne në shtëpitë tona, në shoqërinë tonë jemi të updateuar, që po thënë këta të rritë, me teknologji, pse nuk mund ta bëjmë në shkollë? Po çka duhet bëjmë? Ne duhet t'i ofrojmë mundësi mësimdhënësve, Po, të pikërisht të kjo, a janë mësimdhënës të përgatitur për t'u apërquar këto nxënësve, sepse mund t'ju afroni kushtet edhe gjithar nxënësve, por mësimdhënës a janë të përgatitur. Po t'ju marrë një shembull, në një periudhë, së më kujtohet viti, mësimdhënësit janë pastrajnuar me një program të quajtur ECDL, se nuk po du me bo marketing, po në fillimisht kanë qenë hezitus me marrë pjesë edhe me u testu prej programit për me u certifiku. Po pastaj ajo, posaçërisht në periudhën e pandemis, ju ka hyrë shërbim shumë, sepse kanë ditë me përdor kompjuterin, kanë ditë me u qas, kanë ditë me majtë në cilën do platformë mësimin online. Prandaj nuk teknologjia, unë jam shumë pro teknologjisë. Kush është kundër, është se me qenë kundër ati që ka zbulu maqinën me avull, ose telefonin, ose rrymën, por ne duhet ta zhvillojmë në harmonit plot me shkollën, me prindërit, me sistemin e arsimit, në mënyrë që mos kemi zbrasira dhe mos të keq përdoret teknologjia nga ana e nxënësve. I dini dukuritë e bullizmit, ngacmimeve që rrjedhin si rezultati përdorimit pa fund të rrjeteve sociale. Përdorimi në mënyrë negative të rrjeteve sociale. Po, prandaj duhet bashkë me prind, bashkë me mësimdhënës, me qenë i kontrolluar përdorimi i teknologjisë. Gjithashtu në arsimin e lartë, komponenta e tretë e programit zgjedhor të kryeministrit Bedri Hamza është rritja e financimit. Nuk mundesh me pas arsim të lartë pa financa stabile. Nuk mundesh mos me u ofru mbështetje për krahje profesorëve të universiteteve, ata i dinë punët e veta, e zhvillojnë institucionin, por nuk mundesh gjithmonë me ja u majt një gogol mbi kokë e me ju emru stafe politike se këta kanë fitu pushtetin të i thonë që kemi mi luftu këto dukuri. Po vërtet dëmet janë shumë të mëdha, kogja të mëdha. Mësimdhënësve në arsim të lartë duhet me ju ofru mundësi të rritjes financimit, ata që merren me ndërkombëtarizim, profesor që merren me hulumtime shkencore, si mos me i përkra. Janë rrit fondet, po duhet të bëhen me bazë ligjore edhe me qenë të përhershme, jo ad hoc qysh më vijmë për zgjedhje, sepse ashtu nuk kemi zhvillim, ashtu kemi një emergjenci, jep do pare që tash, si nëse na jep rrogat e 13, edhe mbyllet halli i zgjedhjeve. Pastaj duhet të ndërtohen ato qendrat e inovacioneve të përkrahen. Unë jam shumë e sigurt që stafi akademik
din me punu, po duhet me ju dhonë mundësi, me ndërkombëtarizu, me orientu në karrierë të rritë, mos me kriju barierat rekrutimit stafit akademik. Ka Kosova njerëz, ata shpesh edhe lëshojnë Kosovën stafi akademik. Pikërisht edhe për këtë, zonja Kadri, do të klasim në pjesën tjetër, do të thotë se çfarë do të bëni që ju si PDK me nalçit migrimin e studentëve, trinjve profesionistë në fushat e arsimit dhe ku e prek, domethënë kjo fusha e arsimit, edhe lidhur edhe me shkollat, domethënë nëpër fshatra që po mbyllen shumë për shkak të numrit vogël të nxënësve dhe migrimit, qoftë jashtë, qoftë nëpër qytete. Por do të vazhdoj me shëndetësinë dhe planet e PDK-s. Zoti Erbekulli, cilat janë, të themi, 3, 4, 5 pikat kyçe të planit për shëndetësi të PDK-s dhe edhe juve si kandidat për deputet, por i kryeministit, kandidat për kryeministin nga PDK-ja, zoti Hamza. Po, unë e tregohat vizionin për shëndetësin, po në motën shëndet për secilin e siguri për çdo qytetar, mund të ndajmë në 4 pika kryesore këtë planin për shëndetësin. E para është një financim i qëndrueshëm, e dyta është modernizimi, teknologjia dhe transformimi i sistemit, pastaj janë shërbimet cilësore pranë qytetarit dhe shërbimet e reja të specializuara që është e nevojshme brenda sistemit i kemi ato. Kur jemi te financimi, pika e parë të kjo është implementimi i sigurimeve shëndetësore për të gjithë qytetarët. Më thonë, mbulimi universal dhe qytetari më mbrojt prej varfërimit për shkaqe shëndetësore. Më thonë, me futjen në fuqitë e implementimit të sigurimeve shëndetësore, na e bëjmë funksional edhe fondin, pastaj e hekim barën financiare prej individit edhe prej familjes, edhe marrim si shoqëri në tërësi. Pastaj qytetari nuk ka nevojë me shku edhe me pagu për shërbime shëndetësore, sepse këto rimbursohen prej fondit të sigurimeve shëndetësore, nuk ka nevojë as me pagu recetën kur shkon në barnatore me marr, sepse me kartelin digjitale, njëra prej pikave është edhe digitalizimi i sistemit të informimit shëndetësor që i integron të gjitha organizatat shëndetësore, prej kujdesit parsor te qendra mjekësisë familjare që është pranë çdo qytetari deri në QKUK. Qytetari e ka kartelen digjitale, ku ruhen të dhanat personale, ku ruhen recetat digjitale, ku ruhet kontrollat edhe historiku i tij. Pastaj vetëm me recetë digjitale në barnatore, në cilën do prej barnatore të cilat do të bëjnë marrëveshje me fondin e sigurimeve shëndetësore, mund t'i marrë ilaçet edhe rimbursimi i tyre bëhet prej fondit. Brenda sa kohë është, e keni parapor, brenda sa kohë mund bën sigurimet shëndetësore bashkë edhe me SISH-in, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme përpara se të bëhen sigurimet. Vetë se nuk do me lën njënën edhe pastaj tjetrën, që të dyja duhet të implementohen njëkohësisht, duhet të krijohet infrastruktura fillimisht, sepse pa një digitalizim të dhanave, na nuk kemi dhana të sigurta edhe të sakta, për shpenzimet ka do të shkojnë, sa do të rimbursohen, pra duhet të integrohet i tërë sistemi brenda një sistemi digital, i cili pastaj në mbush me informata fondin e sigurimeve dhe në bazë të informatave të marra, fondi pastaj i rimburson në bazë të kontratave që i ka edhe me spitale, po edhe me barnatorët ose edhe me furnizës tjerë. Kjo shkon hap pas hapi dhe na jemi shumë sigur që brenda 2 viteve të para na mund të fillojmë me mbledhjen e premiumeve dhe në të njëjtën kohë sistemi i informimit, sistemi digital, ku na po flasim për kartel digjitale shëndetësore për secilin pacient, ku na po flasim për sistem brenda spitalor digital, ku çdo gjë është digjitale, e me këto kena mja ul barën administrative stafit shëndetësor. Nuk kena mja dyfishu që një herë le t'i bën me letër, le të humb kohë me administrat, pastaj edhe një herë le të kyçet në pjesën elektronike për mbarvajtjen e sistemit digital. Pra do ta ulim kohëzgjatjen e punës administrative, po do ta rrisim transparencën edhe llogaridhënien me këto. Pastaj do të secili sen brenda një regjistri digital e kurdoherë në bazë kësaj pastaj do të bëjmë edhe planifikimet për vitet e ardhshme. Sigurisht hera parë do të jetë më e vështirë për shkak që do të kemi një transformim prej një sistemi të informimit shëndetësor i cili është i bazuar në letra, edhe kjo është një sistem i trashëguar e që jemi dakord si sektor të gjithë që nuk është mjaftueshëm i besueshëm për dhanat që na i merr, sepse ato kartela digjitale, ato elektronike që janë, disa prej
kartela kanë njerë edhe nuk futen edhe nuk I kemi të gjitha danat, s'mundu me planifiku në bazë të asaj. Po kur të futen të gjitha në sistem digital, na do ta kemi shumë më të lehtë edhe llogaridhënien, edhe transparencën e kësaj, edhe planifikimet për vitet e ardhshme. Pra nuk ka nevojë pastaj për një tender ad hoc ose me thonë që mbetën pak këtë ilaç apo pa atë ilaç, sepse do të bëhet planifikim në bazë të shpenzimeve. Edhe shpenzimet llogariten në vitin paraprak, edhe bëhet planifikimi për vitet e ardhshme, edhe bëhet planifikimi vjetor, nuk bëhet 3 mujor. Edhe kësaj nuk mbesin asnjëherë spitalet pa ilaçe, edhe nuk mbesin qytetarët të patrajtuar. Nuk jepet një recetë qytetarit shko blej këto ose na mbet pa këto, po bëhet furnizimi I duhur edhe zvoglohet bara që e kanë familjet, që e kanë qytetarët në këtë aspekt. Modernizimi dhe teknologjia, më thonë kur flasim për digitalizimin e plot, në programin e Partisë Demokratike të Kosovës, programi digital Shëndet për ty është platforma që do të na I përfshin të gjitha danat tona digitale që e përfshin shëndetin. Pra, prej kur të lind një fëmijë dhe gjatë krejt kohës do ta ketë një kartel me një numër identifikues, sikurse është numri personal dhe të gjitha danat do të ruhen, sigurisht kjo do të kërkoj një investim në infrastrukturë, do të kërkoj sigurinë në dana edhe do të ndërtohet pas hapi në këto, sepse do të ketë platformë, hyrja për qytetarë do të jetë tjetër në platformë, hyrja për profesionistin, për menaxherin e kështu me radhë, do të kenë IT mjaft punë për me ardhur ato, po në fund qytetari me numrin personal, me numrin e recetës digjitale do të shkon pa pagesë mi marr ilaçet në barnatore, në të gjitha barnatoret, s'po themi vetëm një barnatore, por të gjitha barnatoret që do të bëjnë marrëveshje me fondin e sigurimeve, normal për këto do të ketë kritere, sepse fondi do të ketë marrëveshje, nuk ka më pastaj një ilaç të jetë dy fishi se sa në një barnatore sa në tjetrën, mos të ketë nivelizim, po fondi do të ketë marrëveshje që I përfshin edhe nivelizimin e barnave, do të ulet çmimi I barnave dhe kësaj do të ketë qëndrueshmëri. Qytetari në cilën do barnatori që do ta ketë afër mund të shkon edhe të merr ato ilaçe, edhe do të ulet keq përdorimi I barnave pa recetë, e veçmas të antibiotik në këtë formë, se pa një recetë të mjekut me llojin e antibiotikut, barnatorët nuk do të shlesin ilaçe dhe na me pas probleme pastaj me rezistencën antimikrobike. Na shohim për ditë që blehet një pajisje tjetra, po nuk ka vazhdimsi. Para se me vazhdu që të qaja zotë Erbegulli, po bëjmë që deri sot e bëni këto. Po. Të vëllë të gjitha. A ka me pas, a keni një plan me pas borna esenciale në për spitale, deri sot bëhet qaj, sepse mbarun dhe më thonë pacientët pa borna, sepse kjo ju po thoni merë deri në 2 vjetë, brana 2 vjetë. Deri në 2 vjetë po thëmë funksionalizimi I fondit edhe me fillu mi mbledh premiumet, më thonë se kjo kërkon një investim regjistrimi të gjithve. Po, deri sot fillon me këto, lista esenciale e barnave, do zgjerohet edhe me smundje tjera kronike, jo vetëm me këto që janë mbet, edhe kjo do të jetë prezent, edhe planifikimi vjetor, sikurse ka ndodhur deri tash, mos të jetë I mangët edhe me përfundu ajo që o dash më furnizu me përfundu në shtator ose në tetor, po të jetë deri në janarin e vitit të ardhshëm që na të kemi bazën edhe mos na mungojnë këto. Në njëjtën kohë, përveç kësaj është edhe edukimi dhe trajnimi I stafit. Do të thonë edhe kjo është një investim sepse kërkon përdorimin e teknologjisë, kërkon për adaptimin me rrethonat e reja, kur të dimë na që kena punu me letër, tash kemi dalë në pajisje elektronike, ka më na kushtu edhe në kohë, pra do të fillojnë paralelisht edhe njëna edhe tjetra që mu implementu. Në njënën anë vazhdon furnizimi stabil me barna, ngritja e cilësisë, monitorimi I zbatimit të reformës në të gjitha aspektet, do të ketë ndryshime ligjore edhe në këto, edhe në organizim sistemit, edhe në mbarvajtje të transfereve, komunikimit mes organizatave shëndetësore, po listën esenciale nuk do të preket me u zvoglu në asnjë formë, do zgjerohet edhe me barna të tjera të cilët po mungojnë. Veçmas kujdesi veçantë ose pike veçantë, lista e ilaçeve për smundjet e rande, siç janë kanceret, tumorët, të cilat po na mungojnë dhe po obligohen me mira euro qytetar po shpenzojnë për ilaçe për të furnizuar me këto, janë me prioritet në brenda listës esenciale dhe nuk do të ketë mungesa në këto, po në anën tjetër edhe adaptimi edhe përshtatja me rrethonat e reja. Pra do ta krijojmë një klimë ku na gjithë së bashku do të ecim atje, se nuk mundet këto vetëm pjesa administrative ose vetëm pjesa politike, po duhet të bashkëpunojmë I gjithë sektori shëndetësor, edhe profesionisti, edhe politikbërsi, edhe menaxheri, edhe pjesa e IT-s në një frym
kombëtare që na shkojmë drejt platformës Shëndet për ty, e të cilën pastaj me krenari mund të mburremi para gjithë të tjerëve. Modernizimi i infrastrukturës është pikë në veti që është e rëndësishme, jo vetëm me ble dhe me pruni pajisje me qëndru aty, ka plot pajisje që blehen, po të cilat nuk kryejnë funksionin për cilin janë ble, po na duhet vazhdimësia e saj, na duhet kontrata edhe për mirëmbajtje. Nuk mundet pas 3 muaj një pajisje e bler me u prish edhe mos me mujt me funksionu. Nuk mundet për shkak të listës së gjatë pritjes pacienta është ble pajisja, edhe lista po shkon tunë zgjat hala, edhe pacientët më mbet pa shërbime. Do të thonë, shkurtimi i listës së pritjes pacienta, shkurtimi i kohës së pritjes, funksionalizimi i pajisjeve ekzistuese edhe pajisjet e reja të gjithë secilat që do të blehet, do të ketë edhe kontratën e mirëmbajtjes që mos mesim pa shërbime. Normal mundet mu prish, se pritet diçka e tillë për shkak të amortizimit ndër vite, po jo në 3 muajt e parë, jo mbas 6 muaj më mbet se pajisja tash le ta ka ploni, se s'ka pas kush me ardh me mikëshyr. Normal, kjo shkon me planifikim. Nuk mundem me shku edhe me ble pajisjet të rendit 3 orë ose 4 orë atje dhe me na hu pajisjet esenciale, të cilat po i vështirësojnë, se shërbimet të shëndetësi kanë cikël, mvaret diagnostifikimi pastaj trajtimi. Nuk mundem me vazhdu në trajtim kurse kemi diagnostifikuar dhe pajisjet diagnostike na duhen shumë. Mirëmbajtja e tyre kërkon kosto. Normal është një kosto që është e përballueshëm për sistemin shëndetësor nëse na e bojmë këto me plan. E kur vinë ad hoc prishjet, kur janë këto të vazhdueshme, normal që e psojmë të gjithë. Edhe qytetari, edhe profesionisti, edhe sistemi në tërësi. Se do lëm për fund edhe pikën tjetër me çfarë do të bëni a keni plan me i ndalë se Kosova do të mbetet pa mjek edhe pa infermiera edhe në vjet. Vetëm të kryej edhe 2 pika të tjera, ndërsa ato po lo për në fund. Shërbimet cilësore për gjithë secilin qytetar nuk ka më që në një institucion shërbimet janë më tolta në cilësi në tjetrin më të larta, po do të ketë standardizim të gjitha shërbimeve sipas protokoleve klinike për të gjitha institucionet shëndetësore. Veç kësaj, do të ulet ngarkesa në QKUK me ndërtimin e spitalit rajonal të Prishtinës, ku ne kujdes dytësori ka mungu kryeqytetit, në mandatin e ardhshëm do të ndërtohet spitali dhe do të ulet fluksi në QKUK, do të ndërtohet qendra kombëtare e urgjencave mjekësore, që do të jetë në koordinim me të gjitha rajonet e tjera, po do të ketë me bazë në Prishtinë. Do të krijohet rjeti i kujdesit perinatal dhe neonatal në të gjitha qytetet, aktualisht të gjithë fëmijët të cilët janë të gjithë posalindurit në gjendje të rëndë, të gjithë transferohen në Prishtinë për shkak të mungesës së kapaciteteve që është në qytete tjera, e këto do ta ndërtojmë kapacitetin që të kenë kujdes në vendin, në rajonin e tyre ku janë, do të përmirësohen kushtet e punës, ndoshta për këto mundu me fol pak më vonë, po rritja e shërbimeve për qytetarë të cilët nuk munden me ardhur në institucion shëndetësor, do t'i çojmë shërbimet tek qytetari. Jo veç kujdesin paliativ, jo veç kujdesin parentalus, po edhe ato terapeutik që do të ketë shërbime mobile për qytetarët me probleme të caktuara shëndetësore, ku një ekip profesional me veturën e caktuar do të shkojnë edhe do të vizitojnë qytetarët në shtëpitë e tyre. Po sepse jo të gjithë kanë mundësi nështë që të vinë, që të shkojnë ose në QKUK, po edhe në vende tjera. Zonja Kadriu, çfarë do të bëni në çështën e arsimit me i ndalë profesionistët në arsim, posa ta kryejnë, qoftë në teknologji informative, qoftë në do më thonë këto shkollën profesionale, kur si ta kryejnë, të marrin një zanat, që i thojmë ne, ikun jashtë, do më synimin e kanë menerë jashtë dhe biznese edhe kompaninë vendore këto nuk kanë pastaj të ri që e zotnojnë qatë profesion, edhe pse e kanë kryu edhe ka shkolla që kanë kryu kjo, edhe dyta, çfarë do të bëni për ata mësimdhënës edhe ato shkollat e cilat po mbyllen nëpër fshatra, cili është plani i juaj për këtë? Janë këto tema që ju keni ngritë ndër shtyllat kryesore të arsimit, dhe më lejoni t'ju them që sot mobiliteti i trurit, me thonë i dijes, është shumë i lehtë dhe njerëzit punojnë, hiç pa dalë jashtë, punojnë online prej Kosovës kudo, përfitojnë të hyra, krijojnë biznese, po ne veç duhet me ju kriju kushte njerëzve me qëndru këtu, edhe me i përkrah edhe startupet e nxënësve, e studentëve që mos me
lonë me lakmu, më shumë me shku jashtë me aftësitë e dijet e veta se sa me qëndru në Kosovë. Është një trend i shkuarjes për shkak se ne po e ndjejmë që nuk ka një trajtim të temave esenciale në shoqëni. Është një energji negative, falë fjalorit shumë degradus që është nxit viteve të fundit. Shoqënia kosovare është mirënjohëse për çdo investim. Ne kemi dalë si Kosovë prej luftës me objekte shkollore të kallura, me mësimdhënës të vrarë, me mësimdhënës ushtar, dhe nxënës të vrarë dhe kemi arritë që në 10-15 vjetorin e parë të largohen nga kontinjerat të gjitha shkollat e Kosovës, të fillon qasja në zhvillim profesional mësimdhënësve, që ata me punën e tyre të çelin perspektiva për nxënës. Që investimin në arsim nuk është sot e mbjell edhe nesër e merr frytin. Këto janë investime afatgjate që rezultatet e të cilave shihen mas 3-4 viteve, po nëse hiç nuk i qet asnjë hap, nuk ka ku mu po, qysh janë rezultatet e testit PISA. Spontanisht nuk zhvillohen ato rezultate. Prandaj duhet të përkrahen shkollat profesionale. Unë u asjell modelin e Mitrovicës që shkollën teknike, ekonomike, i kemi përkrah maksimalisht, nuk kam pas as kabinete, shkollën e mjekësisë. E kanë kabinetin e teknikëve të dhënëve, krahasohet me kabinetet e Universitetit Prishtinës. Pra duhet krijojmë kushte që njerëz me punën e vet, me majt familjet e tyre, me punu në Kosovë. Ka mundësi edhe unë besoj shumë që kjo mund të ndodhë, por shteti nuk duhet me lujtë, si me thonë, me popull, edhe me vepru kinë se jam duke i bërë gjëra, të po t'i jepi sot do pare, nesër do pare, po me qitë korniza zhvillimore. Që investimet nuk janë afatgjate, por afatshkurte. Nuk janë afatgjate. Nuk zgjidhen çështje. Që për ju të regoj kështu, mitësisht, opinionit publik, e pyeta në janar për shkurt një ku parkohem unë me kërë pronari tokës, një shumë familje punëtore, tha shkondoni me votu, tha po masi ne ka dhonë ka 100 euro, dojna me votu. Po pastaj, pas disa muje, përsëri u parkova, thash, çka doni me votash? Thash, e keni harxhu paret? Po. E tash, me thonë, nuk bën shteti me improvizu investime. Ju lus krejt opinionin publik, leta ketë me dije se nuk improvizohet, duhet me i qitë korniza zhvillimore. Kosova mjaft ka kalu reforma. Ne duhet hymë në fazën e zhvillimit, të marrim fonde edhe nga Bashkimi Evropian si shtet stabil, si shtet serios, edhe të veprojmë. Sepse ata që nuk mendojnë me ndërtu perspektivën e fëmijëve të vetë në Kosovë, po në Australi, Norvegji, ku e di unë ku, nuk është mirë për Kosovën. Sigurisht. Na nuk kemi 2 pasaporta me pas tjetër. Njëra prej sfidave që e pret mandatet e ardhshme janë shkollat që çdo ditë më shumë zvoglohen në për fshatra dhe popullohen me shumë nxënës shkollat e qyteteve, qendrave sidomos, për shkak trendi është mos me jetu në fshat. Na nuk mujmë detyrimisht me i detyru njerëz me najtë në fshat. Po ndoshta për shkak të perspektivës, me ufru ma shumë me qytetin, ku i ofron ma shumë si ti rritet fëmija me dalë në shkollë të mesme, i kam analizu këto vitet e fundit, a i del me gjithë fëmijë në qytet. Në rregull është, ata vendosin për jetën e tyre dhe perspektivën e tyre. Po çfarë duhet bëj shteti me organizu këta mësimdhënës? Nuk mundet ad hoc me ta pru kornizën buxhetore dhe me thonë, këtë vit kimi jek 100 mësimdhënës për listave të pagave, sepse janë breza që kanë shërby me vitet të tëra në se cilin rrethon historike zhvillimit arsimit. Duhet strategji dalëse për këtë problem. Që a i mësuesi kur hin klas, a i ka 5 nxënës, a 10, a i ka me sfigu, ka me thonë mësimin e vetë, po shteti duhet me marë përsipër se si do t'i trajton këto. Që në plani PDK-s, se përshak ime dhe kejtë kafunit. Po ju them, nuk mund është me i bajt me transport nxënësit për shemull 15 km një drejtim.
të fshatrave të largëta. Për shembull, prej Vllahis atje e me qunë në Trepçe, ose prej Bajgorës e me pru në Trepçe. Është rrugë malore, është shumë e largët, është shumë e gjatë, merreni me mend 2 orë mi kushtu mditje në zonësit udhëtimi. Prandaj këto planifikohen në mënyrë strategjike dhe sjellen vendime shteti. Jo ato se raporti financiar i arsimit para universitar në zënës mësimdhënës nuk është as Bibël as Kur'an. Ajo mund të zhvillohet edhe të ndryshohet edhe të adaptohet kornizave. Na kemi fatë që edhe këtë sferën, Kryeministri Hamza e nje se ka punu në Ministritë Arsimit, po edhe është vetëm mësimdhënës, kështu që unë besoj që do të organizojmë në atë mënyrë që duke i sistemu mësimdhënësi, duke ju kriju mundësi, duke bashkëpunu me sindikata, pa i largu prej punës, me i sistemu, me ofru për krahje për ta, dhe me thonë, strategjia jo ndalë se 5 vjeqare është kështu. Ka një mundësi, për shembull, si që kishte aprovu Turqia dikon viteve të 80, pensionimin 60 vjeç të gjithë atyre që dojnë me vullnet vetë mu pensionu, me lëshu vend edhe hapësirë për mësimdhënësit e ri, po edhe vetë mos mu dëmtu si staf akademik i shkollave. Do me thonë, duhet të trajtohen... Po, për shkak të ulljes e numrit të nxënësve. Po, të gjitha mundësi duhet të trajtohen, e pastaj të sillen vendime të cilat sigurisht, nëse vazhdojmë kështu qeverit mi pas afat shkurte, pak pa strategji dalse, ka me qenë problem. E vetëmja që nuk është përdor është që çështjet e arsimit t'i lehen një kuvendi normal, jo që se që rrenë në mujës di qa bon, po një kuvendi normal, me ju lonë në kompetencë me përcjell, si strategji, pavarësisht ndryshimit pozitave, sepse është delikate, është shumë e ndishme, kur keni të bëni me njerëz që ju kanë shërby 30 vjetë, edhe me i thonë që se formula e financimit është që kjo ditën e mirë për juve. Dhe me thonë duhet ka mundësi, ka kapacitet e Kosova. Po, për fund, Zëtë Erbegulli, a më galëzëm dy qështje, qështje e pogav edhe qështje e migrimit të infermierëve dhe mjekëve në vendet e tjera, për shkak të kushteve, si pas tyre. Nuk kanë pogat mira, s'kanë trajtim mirë, s'kanë kushtet mira. Cili është plani PDK-s që me ndalë që i trend, sepse nëse vazhdojnë kështu që me qindra mjek, specialist edhe infermierë të kalojnë në Evropë, Kosova mund të ketë probleme pasaj me sistemin shëndetësor. Sigurisht, ju e keni përcjell edhe deklarimin e Kryeministrit Hamza që i gjithë sektori publik e përfshi edhe sektorin e shëndetësisë, të gjithë punojnës në shëndetësi do të rritet paga me 50% më shumë prej nivelit aktual. Kjo është një stimulim, por nuk është i mjaftueshëm. Punëtori shëndetësor duhet të jetë pjesë e dialogut social që na ka munguar për këto vite. Më thonë, nuk ka pas asnjë diskutim me përfaqësues sindikal, nuk ka pas asnjë komunikim edhe dialog për nivelizimin e pagave, për standardizimin e pagesave të kujdestarive. Më thonë, është nivelizu paga, mirë po nuk është standardizu pagesa për kujdestarit. Akoma një pjesë dërmuese e stafit shëndetësor nënpaguhen për shërbimet që i ofrojnë gjatë kujdestarive. Normal, kjo bëhet me një dialog social, është brenda planit dhe do të ketë një standardizim të pagesave edhe meritokracisë në këtë drejtim. Mungesat e stafit të cilët janë aktual, nevojat për staf që i kemi, me prioritet do të mbështetëm me specializime mjekteri që t'i plotësojmë kapacitetet aty ku kemi nevojë. Deri tash na kanë mungu mbështetjet shtetërore për specializime edhe lëvizjen e stafit jashtë vendit për edukim të vazhdueshëm profesional. Na në ato kurrikulat e specializimeve ju thojmë specializantëve që shkoni një 3 muaj, shkoni 6 muaj, shkoni 1 vjet në një vend evropian, shkoni diku ku ka shëndetësi të zhvilluar, e mbështetjen financiare nuk është e parapame. Me programin ton kjo është e paraparë që të ketë mbështetje financiare edhe për këtë shkëmbim që do ta ketë atje. Jo vetëm specializanti, po edhe mjek tjerë të cilët do të zhvillojnë aftësi edhe shkallësi të tjera të specializuara për mu kthyer dhe me jap kontribut pastaj në vend. Normal, na planin për kombëtar për kancerin, planin kombëtar
për kujdesin paliativ, ndërtimin e qendrës së varësive, ngritjen e cilësisë nëpër institucione shëndetësore, përmirësimin e infrastrukturës brenda institucione aktuale shëndetësore, nuk e shohim pa staf shëndetësor. Më thonë, një staf i cili trajtohet me dignitet, vlerësohet, shmohet, i rritet siguria në punë, i rritet digniteti edhe i kthehet besimi atij stafit shëndetësor, është prioritet për planin tonë në shëndetësi, sepse kjo pastaj kthehet në shëndet për qytetarët, kthehet në mirëqenie për qytetarët, edhe kthehet në zhvillim për vendin. Edhe kthehet në ndaljen e ikjes së mjekëve dhe stafit Sigurisht, shëndetësor? jo vetëm në ndalje të ikjes së stafit shëndetësor, po edhe në kthim të trurit. Më thonë, në plan është edhe lehtësimi i mundësive që mjek specialist, kudo që janë në përbot, të kthehen me lehtësira administrative edhe ligjore që të kthehen të punojnë ndoshta me javë të tëra, me muaj të tërë në vendin e tyre, të ndajnë eksperiencën me kolegë që janë në Kosovë, edhe të kryejnë shërbime të specializuara të cilët aktualisht nuk po mundën për shkaqe të caktuara t'i ofrojmë këto. Mendojmë që gjitha këto do t'jenë një shtysë në përmirësimin e infrastrukturës në shëndetësi edhe rritjen e mirëqenies së personelit shëndetësor, normal kjo do të ndalë edhe ikjen e stafit jashtë vendit. Po, për shkak të kohës, sepse kemi shumë çka për të folur edhe për shëndetësinë edhe për arsimin si fusha Goxhaxhana, por kaq kishim kohën për sonte, unë ju kisha falenderuar shumë që ishit sonte në InfoD dhe për gjitha këto sqarime dhe planit juaj për Faleminderit edhe juve për mundësinë. Faleminderit shumë për mundësitë. Shikues nderuar, ne kaq kishim për sonte, ne do të shihemi të hënën deri atëherë, mirëmbëjtje.